Si rezultat i veprimeve të thelluara për zbardhjen e djegjes së qëllimshme të dy automjeteve në pronësi të shtetasve ZK dhe AD, ndodhur mëngjesin e datës 9 dhjetor 2025 në lagjen Iliria, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër, bazuar në provat e grumbulluara si rezultat i veprimeve hetimore intensive, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Tresës. Në kuadër të operacionit u kap dhe u vu në pranga shtetasi KM 19 vjeç, banues në Shkodër, i cili dyshohet si autori i djegjes së dy automjeteve. Gjithashtu filloi procedimi penal në gjendje të lirë për një 16 vjeçar, i dyshuar si bashkëpunëtor në djegjen e automjeteve. Në vijim të operacionit, shërbimet e policisë gjatë kontrollit në banesën e shtetasit KM gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale veshjet e përdorura gjatë vendosjes së zjarrit, një armë zjarri mitraloz, municione luftarake dhe një sasi lënde narkotike kanabis. Vijon puna për dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.